Shqiptari I punon zbor policisë në Itali, manovrat rrezikshme me makinë për tu aratisur. Njëri shqiptar u arrestua nga policia italiane pasi akuzohet për rezistencë ndaj një oficeri publik, ndërsa tentoi të aratisej. Operacioni u krye nga oficer të njësisë së operacioneve të Città di Castello. Incidenti ndodhi në Piandazzino, në komunën e Umbertides, Umbria. Mediat italiane raportojnë se karabinierët kishin urdhëruar një automjet të ndalonte, por shoferi, duke mos u bindur urdhrit, I dha gaz mjetit dhe u aratis. Pas një ndjekje, shqiptari rrezikoi sigurinë e përdoruesve të tjerë të rrugës. Ndjekja përfundoi kur 35 vjeçari humbi kontrollin e automjetit duke dalë nga rruga pa përfshirë automjete të tjera. Bazuar në provat e mbledhura, oficerët e karabinierëve arrestuan atë në flagrancë, informon media italiane. I dyshuari u izolua në paraburgim, teksa nuk rezulton të ishte person në kërkim apo të kishte me vete sende të kundraligjshme. Ende nuk dihet motivi I përpjekjes së tij për aratisje dhe hetimet po thellohen për të zbardhur aktivitetin e tij.